Përshëndetje të dashur lexues. Sot dua të ndaj me ju 5 klasik të cilët duhet i lexoni të paktën një herë në jetë. Sigurisht, nëse kërkoni letërsi që t'ju trazoj pak mendjen dhe t'ju mbetet thellë në shpirt, këto 5 klasik janë për ty. Festa e kotësisë, Milan Kundera. Një ironi mbi jetën moderne, ku kuptimi humbet mes absurdit dhe zbrazëtisë. Romani Verberi është një alegori tronditse që na tregon sa shpejt bie njerëzimi kur humbet shikimi moral. Sikur unë të mbetesh ajri dhe portreti të plakej, do të jepja gjithçka për këtë. Portreti Dorian Gray nga Oscar Wilde është një paralajmërim i errët mbi jetën, bukurinë, narcizmin dhe çmimin e shpirtit. Sugjerimi i radhës është Frymë të vdekura, një satirë brillante që zhvesh shoqërinë nga hipokrizia dhe lakmia e saj. Dhe sugjerimi i pestë është Idioti nga Fjodor Dostojevski, një nga klasikët e mi të preferuar që na drejton pyetjen nëse pastërtia morale mund të mbjetojë në një botë të korrumpuar. Këto 5 klasik, përsi dhe klasikët e tjerë, mund t'i gjeni pra një barisë tonë leximtari këtu në Tirana Ring Center, si dhe mund të bëni porosi në webin tonë leximtari.al dhe në rrjetet tona sociale. Ju mirëpresim.